6 arsye pse gaforia është shenjë fantastike. Gaforia është shenja që shumë njerëz e nënvlerësojnë sepse e shohin vetëm si emocionale, por në të vërtetë, pas asaj butësie ka një forcë të rrallë, një intuit që të çudit dhe një kreativitet që nuk bën zhurmë, por lëgjurmë. Është shenjë ujë e udhëhequr nga hëna dhe kjo e shpjegon pse tek këta ndjen gjithmonë një lëvizje të brendshme, si deti që duket i qetë por kur s'është i ngrirë. Të lindurit nga 22 qershori deri në 22 korrik janë zakonisht njerëz me një ndjeshmëri të madhe, por edhe me një instinkt mbrojtës që i bën ata të fortë. Ata din të krijojnë ndjenjën e shtëpisë kudo ku shkojnë. Edhe për ta, familja, rrënjët dhe kujtimet nuk janë fjalë, janë identitet. Më të mirat dhe më të vështirat e gaforia. Nga ana e bukur, gaforia është i sjellshëm, i gatshëm të ndihmojë dhe i vëmendshëm ndaj detajeve emocionale. Ata të dëgjojnë vërtet, jo sa për të kthyer një përgjigje, por sa për të kuptuar. Kanë empati natyrale dhe shpesh janë ata njerëz që i mbajnë të tjerët në këmbë, edhe kur vetë nuk e tregojnë që janë lodhur. Nga ana tjetër, pikërisht se ndjejnë shumë, lëndohen lehtë. Mund të bëhen të ndjeshëm deri në pikën e keqkuptimit, të kthehen pas tek një padrejtësi e vjetër, ta mbajnë mend fjalën që ti as nuk e mban mend që e ke thënë. Dhe po, humori i tyre mund të luhatet sepse janë njerëz që reagojnë fort ndaj atmosferës, ndaj energjisë së një vendi, ndaj të pathënave. 6 arsyet pse gaforia është shenjë fantastike. Para është sepse janë mbrojtës deri në palc. Kur e kanë dikë të vetin, e mbajnë afër si një premtim. Janë të tipit që të bëjnë të ndihesh i sigurt, sepse të duan me vepra dhe jo me fjalë. E dyta është intuita. Gaforia ka një lloj sensi të gjashtë për njerëzit, shpesh përshtypja e parë që kanë dele sakt. Ata e kuptojnë menjëherë kur diçka nuk shkon dhe nëse ti buzë qesh. E treta, mirësia. Janë të sjellshëm, të butë në komunikim dhe kanë atë bujarinë emocionale që sot është bërë e rrallë. U pëlqen t'i shohin të tjerët mirë dhe shpesh japin më shumë se çmarrin. E katërta është forca e qetë. Gaforia mund të duket i ëmbël, por kur vjen puna tek sfidat, është këmbgulës, nuk e bën dram, por vuan, thjesht e kalon. Dhe kjo e bën të rrezikshëm në mënyrën më të mirë, sepse nuk dorëzohet lehtë. E pesta është empatia në marrëdhënie. Ata din të futen në këpucët e tjetrit, ta kuptojnë nevojën që se the me zë. Për këtë arsye në miqësi dhe dashuri shpesh janë partner që të lexojnë përpara se ti të flasësh. E gjashta është kreativiteti. Gaforia ka fantazi, mendje të hapur dhe një mënyrë të veçantë për t'i dhënë formë emocioneve, qoftë në art, në punë, në mënyrën se si ndërton një jetë. Janë ëndërrimtar, por jo të humbur, ëndërrojnë dhe pastaj e gjejnë rrugën si ta bëjnë atë reale. Gaforia në dashuri. Në dashuri, gaforia kërkon lidhje të thella, të sigurta dhe emocionale. Nuk i pëlqejnë marrëdhëniet sipërfaqësore. Do afërsi, do besim, do ndjenjën që je në shtëpi me dikë. Është romantik në mënyrën e vet, jo me spektakël, por me kujdes. Kur është i pasigurt, shmang konfliktin e hapur, por brenda mund të mbaj shumë, prandaj i duhet partneri që t'i flas më me qetësi dhe t'i jap siguri. Gaforia në punë dhe ambicie. Në punë gaforia shkëlqen në role ku duhet ndjeshmëri, kujdes dhe diplomaci. Është i mirë kur duhet të menaxhoj njerëz, të kuptoj atmosferën e ekipit, të ndërtoj besim. Ka ambicie, por nuk është i dhënë pas garës agresive. Do sukses, por do edhe qetësi. Do të arrijë lart, por pa e shkatruar veten gjatë rrugës. Kur është në ekuilibër dhe kur jo. Në ekuilibër, gaforia e kthen ndjeshmërinë në superfuqi. Është i fortë, i hapur, i mbështet të tjerët dhe krijon marrëdhënie të pjekura. Kur del nga ekuilibri, bëhet i mbyllur, i pasigurt, i luhatshëm, në humor dhe i ngjitur pas të shkuarës. Sekreti i tij është që të mos e kthejë emocionin në burg, por në busull. Në fund mund të themi, gaforia është ai tip njeriu që mund të duket i qetë, por të ndryshon jetën pa bërë zhurmë. Ai që të ruan, të ndjen, të lexon dhe kur të do, nuk të do me gjysmë zemre.